Sot u ngujua në Orosh nga dënimi me burg tek lidhjet me ISIS zbulohet e shkuara erët e Hamza Ukës. 2 personat e përfshirë në ngjarjen e sotme në Orosh, Yllian Cumraku dhe Hamza Uka, janë vënreqën orët e parë të mëngjesit nga shërbimet e policisë së Pukës. Të dy kanë qenë prej kohësh nën monitorimin e strukturave të antiterrorit. Hamza Uka, ish pjesëtar i forcave paqëruese shqiptare në Irak, ka qenë më herët i dënuar me 3 vite burg për akuzën e nxitjes së urrejtjes fetare. Në vitin 2015 ai u arrestua si një i dyshuar për përgatitjen e fëmijëve dhe të rinjve për t'u bashkuar organizatës ISIS, një çështje që solli përplasje të ashpra në gjykatë mes tij dhe gjyqtarit Bib Ndreca. Edhe pse rrallë shiheshin në rrugët e zonës, Cumraku dhe Uka nuk ishin krijuar probleme me banorët. Të dy frekuentonin xhamin e fshatit Kryezi, një objekt ku nuk zhvillohen rregullisht shërbesa fetare për shkak të mungesës së stafit fetar. Për shkak të dyshimeve se ishin të armatosur rënd, situata u konsiderua me rrezik të lartë. Për këtë arsye, forcat speciale shmangën një ndërhyrje të menjëhershme duke pritur krijimin e kushteve të sigurta për zgjidhjen e incidentit, ndërkohë që Cumraku dhe Uka refuzonin të përgjigjeshin thirrjeve të policisë për dorëzim.